duhet të vendosë. Dhe ka pas të drejtë edhe detyrë të vendosë, që nënkupton, por mos me zgjatur shumë, nënkupton se nënkryetari, një prej nënkryetarëve të gjykatës, gjykatë do të thotë e parlamentit, mund të jetë vetëm një nga minoriteti serb. Duke abstrahuar atë se a do të jetë nga një parti më e madhe ose një parti më e vogël, por nga minoriteti serb, të cilën kjo është e sankcionuar në kushtetutë, që kryesia e parlamentit duhet të përbehet ose duhet të ketë në përbërjen e saj edhe një nga minoriteti serb. Kjo nënkupton, si kam thënë disa herë dhe ja kam shprehur përmes Facebook-ut në mënyrë të qartë, se nuk mundet një minoritet serb, pa marrë parasysh se kush është dhe çfarë është, që të krijoj veto, të ndërtoj veto që mos mund të funksionon në parlamenti. Mendimi im paraprak ka qenë se në momentin kur zgjedh kryetari i parlamentit, në parim është konstituuar parlamenti. Nënkryetarët janë pjesa administrative e parlamentit, në të cilën këta nënkryetarë nuk janë autoritetet të cilat vendosin, ose nuk janë zyrtarë të cilat kanë mundësi të vendosin pa kryetarin e parlamentit. Si derivat i kësaj, ose rezultati i kësaj është se në momentit kur thirret tash seanca e re, do ta thirr kryetari i parlamentit i cili ka legalitet dhe legitimitet. Si përfundim, do të thotë, nëse nuk mund të zgjidhet nënkryetari i parlamentit, respektivisht nga minoriteti serb, atëherë parlamenti mund të vazhdojë punën dhe konsiderohet i konstituar. Pra i bie që ka nxjerrur një lloj kështu interpretimi, të themi, ku gjitha palët janë të lumtura, apo? Po, gjitha palët janë të lumtura, sidomos pjesa shqiptare është më e lumtur për atë arsye se nuk kemi leju që të krijohet veto që nënkupton se